Nëse je shtatzon ose so po ke lind, është krejt normale me pas ankth, frikë, ngarkesë emocionesh, sepse tu ka ndryshu jeta 360 shkallë. Hapi më i vështirë është me pranu gjendjen në për cilën po kalon, pa pas nevojë me luftu me vetveten. Shërimi nuk fillon gjithçysh me përgjigje të mëdha. Nganjëherë fillon me një ecje të shkurtë, të lehtë, të e shiju diellin, me natyrën, me fol me dikën që të bën me uni mirë, mos uni e dop nëse jetu pas ankth, kanë shumë njerëzirë që kanë, kështu që nuk je vetëm. Se të kanë kaplu mendimet negative, luto edhe falemnderoj Zotin për çdo të mirë që e ki në jetë. Kjo ka me ta lehtësu rrugtimin shumë. Dale, merr me telefonin. Bravo.